Për shëndetje me së dashër. Po. Na mytën në burë psikopatat, na mytën analfabetat, na mytën gjak prishtit. Na mytën njerëz të padijshëm. Po. Shkojmë me të këshirë se çfarë ofendimi na bën njoni, ju lutem. Kjo është situata, nuk kam çare pa ndërmarrë këtë veprim, që është i papull, e din që hub vota, po e do shtetin e vetë, do popullin e vetë, do të ardhmën e tij. Nuk e di kush është Zoti Avni R. Arifi, që për jetoj kanë Hollond. Gore që ato t'ju lutem. A do të humbas vota? Jo, kjo ka kriju një farë situate që 20%, kjo me sot në thonë, hajde bëhemi me Serbi, 20% i shkojnë mrapa. A për shembull, 20% popullit Kosovës i boni Serbë, me gjithë kryeministrin e tashëm. Qysh bre ignorancë po djetor bez Zotit Amarov ftyrën. Qysh bre një bo kështu ka gjak preshta bre. Ani ti jetu në Londë. Po një pjesë nuk ta shë për të modhe, sa ti ta ka prish ashishi trunin. Nuk e shë fort për të modhe, sepse në për rruga atje ka sa dush të që erat mytë, shto që ta ty totalisht ta pas ka fshi trunin. Nuk është për me ta po fort për të modhe. Zoti Arifi. Zoti Arif, psikopati. Dëshmetar turp. Me orë në televizion, për e londe me ashish, goj, për ndryshe, një normal që ka tru, logjik, nuk e thot këtë fjallë që ka thati sonde. 20% tha shkojnë, tha, edhe me Serbi me shku, tha shkojnë. A di që të më thonë kjo fjallë? Po është Zoti, a di që të më thonë kjo fjallë që i tha? A të jetu në Evropa, të i po jetën e Evropës, të i po politikën e Evropës. Hollanda ka politikë mirë. E ti vjen Kosovë i mbrojnë hajnët. Vjen folë për hajna. Normal se nështë ta jepën e parcellë dhe ty dhe nështë ta e mjellë, ashtë sa dhe që në Hollanda. Që bre po fare flishko ke. Pa fije turpi. Pa fije turpi në ofendon. 20% popullit. Por një kryeministër që është kamenon për shtetën e Kosovës. Por një kryeministër që është kamenon për popullin e Kosovës. Por një kryeministër që për herë të parë është ka jep shtesa për fëmijë. Për një kryeministër për herë të parë që ka menu për nona Leona. Një kryeministër për herë të parë që ka bërë rrogën 500 euro. Një kryeministër për herë të parë që ta ka bërë rrogën e 13. Një kryeministër që ti ka bërë 1 miliard në ushtri, për ushtri. Ti këto aqun sërb. Qka duhet me konë për ty njeri i mirë? Qënë është për ty i mirë? E qënës partije? Po, thash prapë që valla, ty nuk bërë ta po për të modhe se normal të i ki kretë, kretë rafsh e ki. Ja, e ke marrë. Ta, e kështin e parë në gjep, në i parti të ka dhona për dëkëja, okej, edhe del ka tash hanë më të sa dush, unë falë një shpreje për fjallën. Se këtë po qëtë ka për i Terezije. Pa shkojnë me që dhe njësë, është edhe një gjak prisht tjetër atë. Kjo është situata, nuk kam qare pa ndërmarrë këtë veprim, që është i papull, e din që hub vota, po e do shtetin e vetë, do popullin e vetë, do të ardhmën e tij. A do të humbas vota me këtë kurte? A do të humbas vota? Jo, kjo ka kriju një farë situate që 20% me sot të thonë,
hajde bëhemi me Serbi, 20% i shkojnë mrapa. Ka imunitetin. Është një pastrim i trunit, posa... Pastrim i trunit. Ku ka vend të pastrim truni, o analfabet. S'pëllu me shkretu. Për çka s'pastrim truni? Spjego. Po shkojnë me që. Është të një pjesë e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, që menojnë se na jem të jetu fort mirë që prej që ka ardhur. Që rrana, për që? Na jem të jetu, a kënë Holland të jetu. Si mas komente që i poshtë si mas spjegimit, kjo ka në Holland të jetu. A përshemi çfarë dezinformate bojnë? Shkojnë abiq? Nuk i din rrethonat Kosovë. Unë bindja jame është, edhe është keq me e thonë, po bindja jame është që Kurti sot me thonë që është ma mirë për neve më u kthy në Serbi, janë 20% votave i merë. Sepse njerëzit nuk janë të mendue. Është vonë, me të vërtetë është e çuditshme, edhe është për keqardhje që ka ardhur te një mungesë mendimit kritik të njerëzve tonë. Domethënë një pastrim i trunit që unë nuk e kam parë të shqiptarë ndonjëherë në histori. Unë nuk pajtona që ka pastruar të rumë avni. Gjithmonë ka pastruar duke pastruar. E këtu ka deficit. Kjo është. Për njefin këto, këtë shkollën, këtë Gjak Prishtin, kjo është i Serbisë. Kjo vjen direkt për Serbia. Kjo s'ka shkollë me pas gjakun shqiptar. E këto e kanë zona shishe, këto me sa shenë për të madhe, se s'pen njës për di kush është, asë më interesoj me ditë, 5 pare, kush është, dhe që Arif zishje pas ka hamnin, flaka e dalë 5 pare tim për ja për atë punë, po Pelo që kanë zonë bari. Ka hongër bari, pak e ka pi, pak ka hongër edhe, del të tash fol runa zët, për Hollande. Vjen, Prishtinë, apo nuk e din se në televizion mund në kom pej prezident Gjakub Gilan Ferizaj, edhe bëndi dezinformat të thot në Kosovë. Hajtash, qysh, a hava këto bisedashër? Qysh farjerës kemi na? Që për pare, e shesin këtë. Vështë ka më në vetë. E zati, që tona kam pru ku jem. Të shqit njën i tjetërin. Të i trathu njën i tjetërin. Të i prej bes njën i tjetërin. Për para. Për interes personal. Deri sa i kem qëto miq, menimi jem është, për bes kur njëtë s'kena me më shku për para. Deri sa nuk bom një për ton për një, ne kemë problem. Po qysh do më bëj këto me këta, një për ton për një, qysh? S'ki ka krejt rafsh. Tratën ty, ata, mu, krejt se ka problem. Besprem. Miq, kjo është e vidje për sot, Zoti rujt, mirë pashëve të radhës. Inshallah, jo me që si shqip folsa, jo me që si tratharsh, jo me që si rëndësa e do da vërgji.